Ngjarja ndodhur në spektaklin televiziv ku banori Jos Marko goditën me shpull gjesin gjatë transmetimit mund të ketë pasoja serioze ligjore. Sipas kodit penal të Shqipërisë, ky veprim përbën vepër penale dhe mund të dënohet me purgim. Sipas nenit 90 të kodit penal, goditja një personi tjetër dhe nëse nuk të lë pasoja të rënda fizike konsiderohet akt dhune me dashje dhe dënohet me gjop ose me purgim deri në 2 vjet. Ngjarja e cila ndodhi në mënyrë të papritur dhe publikisht përballë mijëra shikuesve, rrit njështërinë morale dhe sociale të rastit. Megjithëse fakti që ndodhi gjatë transmetimit televiziv nuk e ndryshon automatikisht klasifikimin penal, ai mund të ndikojë në vlerësimin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës dhe mënyrën si prokuroria i qaset rastit. Procedimi penal për këtë vepër zakonisht nis me kallëzim nga viktima, përveç rasteve kur prokuroria vendos të ndërhyjë vetë për shkak të ndjeshmërisë së lartë publike, siç mund të ndodhë në këtë rast konkret, ku incidenti u bë viral dhe shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale. Në rast se do të provohet përmes raportit mjekësor se viktima ka pasur dëmtime fizike, atëherë rasti mund të klasifikohet më rënd dhe të kualifikohet sipas neneve 88 ose 89 të kodit penal, ku dënimi parashikohet më të ashpër se 2 vjet purgim. Kujtojmë se në rastin konkret gjesti është trajtuar më njëherë pas incidentit dhe sipas raportimeve gjendja e tij është stabilizuar.